Përshëndetje çuna dhe goca, mirë se vini te kjo video e re. Sot, si që shikoni këtu, kemi marrë grepat dhe do zem në i peshk. Shpresojmë të kapim në i peshk dhe mos kthehemi duar bosh në shtëpi, po këtë do të shikojmë gjatë videos. Kështu që pa humbur kohë, le do zeme peshkimin. Sapo bëm gati grepin. Kemi marrë dhe ushqimin e preferuar të peshkut që janë fisht. Pas ka pak lëvizje të ndoj, kështu që do të thotë se kemi ardhur në moment përshtatshëm. Ta vëm grepin gati. Ok, çuna dhe goca, tani e gjetëm vendin ku do peshkojmë. Ja. Dhe tani do vëm ushqimin për të kapur peshkun. Ok, i bëm ushqimin të fikun, lëkun e fikut dhe le ta provojmë shansin. Ok, çuna dhe goca, tani e kapëm një peshk. A kush da e përpara këtë peshkun? Shi se i mas që është ky. Mjafton që e kapëm, do të heq pak të sepse peshku do na qaj pas e vëm. Opse angula prapë. Sa peshku madh. Ok, kemi kapur një peshk. Kemi humbur, kemi humbur 2 peshk dhe kemi kap një. Çfarë vjen, do e mbajmë apo do e hedhim? Mbajmë mos vemi duar bosh. Domethënë do shikojmë. Nëse s'kapim që tjetër, atë do mbajmë. Edhe u kam qish parë këtu, po akoma s'kemi asnjë gjë. Kështu që do presim. Ne kemi kapur një peshk. Nuk po vjen. Ja. E dërgoj dhe Erdi në video. Dhe, po pra, dhe të kapim pra peshk. Çuna dhe goca, peshku sapo ma hengri ka rremin. Në fakt më ka hangur 3 herë deri tani, kështu që të provoj një diçka të ndryshe. Atë çuna dhe goca, megjithëse grepi nuk në bëri punë, kemi marrë rrjetën dhe plani im është ta mbushim rrjetën me ushqim, do ta fusim brenda dhe shpresojmë që peshku të hyjë rrjeta dhe kur ta ngrem, të zëm darkën. E provova atë stilin që sapo ju thash dhe e vetmi që kemi kapur është nuk jam lek, kështu që le ta hedhim prapë të shtëpia. A hodha mirë edhe? Po mirë është. Shiko sa i lumbër është. Dhe goza kemi shumë kohë që jemi këtu, kemi janë 2 orë, 2 orë i gjys. S'kemi kapur asnjë gjë. O më zgjita o plak. Jo, kemi 2 orë, 2 orë i gjys. Kemi kapur vetëm atë sardenin që kapi broja. O them ikim. No. Kam hedh grepin aty, kam gjithë ditën e kam druar karrimi gjithë ato herë. Nuk i di, e shumë i mërzitur. Çuna dhe goca, nuk keni për të besuar se çka kemi kapur. E shikoni sa është peshku, sa ky kur ka qenë i vogël. Shikoj. Çfarë bën? Do të çik ASMR me peshk. Sa është ky për zotin. Sa govata o plak. Sa qego. Unë fatkeqësisht nuk e filmuam dot se ishte shumë e vështirë për ta nxjerrë të peshkun që këtu nga kanali. Pak s'kemi ngel pa darkë. Merr atë peshkun e vogël këtu ti bëjmë. Po do bëjmë në do. Do krijoni një familje të bukur.
Çuna peshkun e vogël o hodha brenda sepse ishte një sardele dhe më vite keq sepse unë i kam shumë të peshqit. Lale. Çuna dhe goca. Glub, glub, glub. Shif sa shpeshku, sa i kalama i vogël. Sa slime, jo plak që kjo. Sa slime e ka. Për zotin. Pishku. Nga vesh tani? Unë mendoj se ky është full vjan. Eksperti ti. Po plak më i hipna se bëll, mjafton. Se ka se shpëton nikën të ka dalë madh prap. Dhe i ki peshku, glub, glub, glub. Me kap. Sa jeger. U çun kam, u çuna. Sa i fuqishëm. Tani peshku aty rri, na çe kokën si shumë. Çuna dhe goca tani do vazhdojmë të merremi edhe pak me peshkim. Neve do ju Sa që ka o plak. Shikoj çiko. Nëse kapim në peshk në diçka tjetër do ta filmojmë dhe nëse nuk kapim prap do kapim një video në fund të këtij monstrës këtu. Ele plak, kishe shpejt. Ai e kapi peshkun. Kështu që tani le të vazhdojmë peshkimin. vazhdojmë me peshkimin. Çuna dhe goca. Si që shikoni, dielli ka perënduar. Kemi provuar për të kapur më shumë peshq, po besoj se vetëm ato të malli do çojmë në shtëpisat. Po nuk ka problem se i peshku është shumë i madh dhe do na zgjasë shumë kohë. Tani do bëhemi gati për të larguar Po. dhe do shihemi tek shtëpia. Ja pra dhe shtëpi mbërritëm. Sot ishte një ditë shumë e bukur. Ishte edhe ditë me fat për ne që kapën atë peshkun. Këtu e mbyllim videon, bëni like, subscribe. Shpresoj t'i ketë pëlqyer kjo video dhe shihemi videos tjetër.